Tash kemi një tjetër këngëtare të re, është Dea Berisha. Dashur, përshëndetje, mirë se erdhe. Përshëndetje, mirë të gjeta. I pas ke bërë qërpikt në gjyrë pink. Po, zeza dhe pink pak. Sa mirë të rinë të balluke, ha? Oh, faleminderit. Me balluket e mia që patëm ditën e hënë kolonën zanore. Balluket e mia, tho po pres mi qetësoj sa do pak puhia. Veç e vështirë me i mbajt balluket, ha? Pak, sa më ne të bëhet pak si me ndyrë kështu hadi. Këtu e marrën drejtimin e vet pastaj. Tani po vret pak. Duke hamar po. Kishim akordet e Kosovës sikur përpara për fëmijë, për breza të rinj, Deja do të zënte vendin e parë. Ja, sa besoj që ka taku hiç akordet e Kosovës, si e shumë e re. 22. Po, 22 vjeçare jam. 22 vjeçar, jam në kuzi 15 mi pas po. Faleminderit. Ideja për të marrë pjesë në festival ose guximi ose kush të shtyu? Mami. Se këtë pyetjen e këtu në herë se bona kushtyu me marrë pjesë festival, po doli. Sa mirë, çka tha mami? Tha, adin pse nuk po proron, adin shko, provoje pak, sfidoje pak veten. E më ne thash, okej, të provoj, se jo. Ne me që ishim live dhe tjerë dhe s'patëm shansën e niki me pas një muhabet kështu privat, a ke studiu muzikën, si është puna, a kena i këngë ma herët? Unë jam lind dhe jam rrit jashtë në Holland. Po, Hollanda sa e bukur është. Shumë. Aty jam rrit, kur kam pas 14 vjet jam kthyer në Kosovë. Po, pse u kthyt? Ma mirë. Okay. Shumë ma mirë. Se kum gjetë vetë, ndoshta do përmira me një sen që du shumë, me shpirt, muzikën. Sa mirë. Domethënë, shkollën e mesme këtë e kam kryer në Prenkjakova, më ne edhe fakultetin në UBT për muzikë moderne, performancë vokale te Besa Logici edhe Ubiana Alia. Shumë mirë. Te Besa Logici. Një ndër sopranot për mua ndër më të mirat që i kemi. Sa mirë. Kënga jote titullohet Afër, ëh? Në këngën Afër, pjesë e garës bashkë me 19 këngëtarë të tjerë në festivalin e këngës në RTK. Po. Këngë kërkon afër ti. Kush ka bërë tekstin e këngës? Se këta letë kanë këngëtarë, veç thonë se kanë bërë unë tekstin e këngës, kush si të kush tjetër? Lis Boshtrokaj edhe Besart Zhuja. Janë dy shokët e mi, edhe ma kanë bërë tekstin, ma kanë bërë këngën. Kë po e do afër ti? Kënga në më thonë flet për një lidhje që shke keq, atë, e unë në më thonë se kërkon ofër, atë. është brenda saj. Kënga e kërkon dikon afër, kurse kjo është brenda këngës, brenda vetë tekstit të këngës, kujdehet. Mirë, nice. Një dëgjues po thotë përshëndetje, Meti jam nga Gjermania, po me mendje kesh tjetër ku kërkoj falje publike respekt për ju ma herësh na shkrujti. Ku ka qenë kë me mendje te kënga e festivalit sigurt. Duke kërkuar këtë përgjigjen e saktë për fituar këto dy ftesa për njërin nga mbrëmjet e festivalit në ato që themi cila ishte kënga dhe kush e ka kënduar këtë këngë të bukur që ishte pjesë e edicionit të vitit 1975 të akordeve. Lefi shkruan, thot sigurt është Hakimi Sini. Sigurt do ta tregojmë edhe ne më vonë. Sepse përveç asaj, përveç grupit ose këngëtarit, neve kërkojmë edhe titullin e këngës. Mja edhe titullin. Do të ishte mirë kjo pa. Ka të bëjë që të rreth këngës tënde dhe ajo sillet. Okej. Po për zotin po. Sa afër është edhe larg. Tani shiko, Deja ka bërë, tha ka bërë muzikë. I e shkollu dhe për muzike, sa ke ti kështu eksperiencën që të performosh live? Këto skena të mëdhaja, si festivali. Koncerti, ka që një orkestrë në fakt, që është kaq më dështorë dhe kaq me shumë profesionist brenda saj. Me orkestër nuk më ka ra kur me performu, a me band po. Kom marrë edhe shumë pjesë në për festivale si në Kosovë dhe jashtë festivalit. Jashtë Kosovës? Po, jashtë Kosovës. Në Itali, në Macedoni, në Shqipni, e tjerë. Edhe më thonë atje në Itali pa ta fitu vanin e parë. Edhe më thonë, më thonë që e kom një farë eksperiencë mirë. Po, edhe në fakultet të kena pas shumë koncerte, edhe në shkollë mesme. Me karë edhe solo kështu. Cili zhanër flenë më tepër ty në shpirt? Rrim muzike, zhanër muzike? Se kam në zhanër të preferuar. A është balad kjo? Apo ma këndon pak, a nuk është?
Këndona pak, gje një pjesë të këngës derisa ti të mendon, na ka shkruajt Sahiti, thot ndarja pa fjalë është titulli i këngës, Hakimisini thot. Okej, në fund do ta kuptoni që dhënë përgjigje saktë apo jo? Po, ne po kërkojmë kush do të dalë fitues i 2 ftesave për me përcjell festivalin e këngës që këndon edhe Dea, edhe Elmedina pak më herët që ne e patëm. Kur do që doj Niki me shku në sallë me pa festivalin. Nuk ka vend për gjitha ftesat natën finale, se sigurisht që duan të gjithë natën finale, por që neve do të bëjmë një shpërndarje të ftesave dhe në mbrëmjen e parë, të dytën dhe të tretën, sepse nëse japim të marrim 30 ftesa s'ka vend për 30. Edhe më interesant është e para. Se janë gjithë këngëtarët, Handeja, gjithë. Janë gjithë. E në natën e fundit janë vetëm disa që selektohen, ata që shkojnë në finale. Kurse ajde të edhe natën e tretë derisa bën ndarja çmimeve, këto është pak e mërzitshme, jo. Nuk është. Është se zgjat shumë. Në 044432432. Për këngëtarët, sepse këto që janë tash në pjesën finale, këta janë me ato emocionet jashtëzakonshme, do të thonë kujt dihet, ndoshta vendi i parë, vendi i dytë, vendi i tretë. Pra këndon pak offer, është një pjesë. Të kom fol për atë që m'ka vra, e ti e ki pas i dram, në sy të këshyres mujta me pa, as në shenjë që m'thot të m'fal. Bravo. Ti quni, vaj halli, ti quni. I ke provat sot, po edhe tash ti në prag të provës sigurisht je përgatitur, si që kesh, për dëgjuar gjithë edhe dirigjentët që janë aty, por edhe të tjerë që nga drejtori artistik Florent Boshnjaku dhe të tjerë që ju japin ato udhëzimet shumë konkrete të sakta se si duhet bë një performim në mbrëmjen e parë të festivalit. E dashur kisha dashur edhe pak me vazhdu biseden, po më thonë që po të pret vetura jashtë për me dërgu në televizion. Çka po pret? A të pyeta çka po pret prej festivalit ajo? Nuk të pyeta më duket. Po me fitu çmimin kryesor, si çdo vend do të garojnë fort. Ashtu jemi edhe tradicionit orës 13. Edhe jemi paralajm, po të pret vetura jashtë, nuk guxojmë të vonu më shumë. Faleminderit shumë për kohën që e gjete sa mirë që ishe këtu. Shumë suksese sot në provën e parë që do ta kesh. Edhe gjatë festivalit që do të takohemi prapë do të shihemi. Faleminderit shumë, shumë faleminderit.